يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hamdi dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahun subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allah I ka bull këtë ditë agjerimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojnë për Allah subhanahu wa ta'ala. Pra me kena kry hadithin e Gjibrilit që kemi folë lidhje me këtë hadith, çështjet e Islamit, shtillat e Islamit, kushtet e besimit, edhe për shenjat e kiametit, të vogla dhe të mëdha. Kështu shkurtimisht kemi folë për të gjitha. Dhe të gjitha këto kanë të bëjnë me imanin, pra me besimin, pasi në këtë hadith përmend edhe kushtet e besimit. Edhe s'ka dyshim se kur njeriu e mëson për shembull abdesin, I mëson farzët e abdesit, sunet e abdesit, edhe në fund e mëson çka prish abdesin. Po ashtu kur e mëson namazin, I mëson kushtet e namazit, farzët, vajxhibët, sunetet e kështu me radhë, edhe në fund e mëson se çka prish namazin. Po ashtu në Ramazanin, kur kemi folë për Ramazanin, kemi folë në fund se çka prish Ramazanin, haxhin e kështu me radhë. Edhe të çështja e besimit, pasi ta mësojmë besimin, çka është besimi Islam, kushtet e besimit, është mirë, kërkohet e detyroshme me mësu se çka prish besimin. Nuk do me thonë se dikush u bë musliman edhe më u garantu, ai ka me vdek musliman edhe drejtin në xhenet. Duhet me mësu se çka mund me prish, çka mund me dobësu, çka mund me dëmtu këtë iman, këtë besim. E dietarët në për librat e fikut e përmend një kapitull I cili e ka emrin e ridde apo apostazia. Apostazia, çka është apostazia? Në aspektin gjuhësor do të thotë kthim nga një gjë në një tjetër. Mu kthi prej diçka në diçka tjetër, gjuhësisht. Kurse në aspektin fetar, e ridde apo apostazi është këpuqja apo largimi nga Islami përmes bindjes, veprimit ose fjalës. Pra ose me besim, ose me vepër, ose me fjalë, qoftë për shkak të talljes, kundërshtimit apo besimit të gabuar. Kjo është sipas aspektit fetar, largimi prej fesë islame në kufër, me besim, me vepër ose me fjalë. Allah xhaleshan thot në Kur'an: "Wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." E kush zbrapset prej josh nga feja e tij dhe vdesi pa besimtar, do të thonë dikush ka qenë besimtar edhe a largu prej fejes, edhe vdes ashtu si pa besimtar, ata I kanë zhdukur veprat e veta. Në këtë jetë dhe në jetën tjetër, të tillët janë banor të zjarrit dhe në të do të qëndrojnë përjetshëm, pra për gjithmonë. Pra kush vdes jo musliman, ai në ditën e gjykimit në xhehenem për gjithmonë. Kështu thot Allah Teala, kështu na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është bindja jonë. Pra bindje mbas Kur'anit dhe Sunetit. Pra nëse dikush ka qenë besimtar, musliman, pastaj ka dalë për Islam me ndonjë vepër apo fjalë apo besim, edhe vdes në gjendje, edhe ai do të jetë përgjithmonë në xhehenem. Tash ku thojmë ka dalë me ndonjë fjalë, me ndonjë vepër, me ndonjë besim, do të thonë me të vërtetë, jo me të gotme, sikurse që ndodh me të gotme shpejt dikush për njerëzit për Islamin. Pa nëse vërtetohet se me Islam ka dalë për Islamit, me vepër, me fjalë apo me besim, atëherë gjikohet se si jo musliman. Pastaj me pas gjikatës, me pas shtet Islam, si gjikojnë ato me mbiqje, si mbisin I hapin fatin 3 ditë mu pendu, mu kthi në Islam, nëse nuk kthej çka bëhet me ta, ajo këtë diçka tjetër është. Në sonte tema është për nëse dikush e thot një fjalë, e ajo fjalë sipas Islamit të nxjerr për Islamit, apo e ka një besim, I cili besim e nxjerr për Islamit, apo e bën një vepër, e cila vepër e nxjerr për Islamit, në Islam ai njeriu çka gjikohet, çka llogaritet, se fjala apo vepra është kufër, do të thotë personi ka bën kufër. Për shembull, nëse dikush I bën zinë, amoralitet, na nuk thojna vepra e tij është haram,
zina, ama personat nuk I thojnë anë zinaqar. Apo me thonë filon e pi alkoolin, mujna me thonë alkoolit haram, ama ti nuk I thojnë alkooliqar. Apo dikush me vjedh, me thonë këshire puna e tij është hajni, ama personi s'kemi drejta na me thonë hajn. Po pse s'ki drejta me thonë hajn, përderisa ka vjedh, me Islam llogarit hajn, apo përderisa ka bon zinon, llogarit zinaqar. E nëse pendohet dhe kthehet pra asaj pune, atëherë na mas kësaj nuk I thojnë mos zinaqar, se a pendu te Allahu. E ka pi alkoolin dhe me një kohë, a pendu me kusht të pendimit, pas saj nësë kemi drejta mu mi thonë alkooliqar këtina, se a pendu mo të Allahu. Edhe dikush nëse ka bon kufër dhe kthejt në Islam duke thonë dëshmin, duke thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, pas saj nësë kena drejta mi thonë ki nuk është musliman. E për këtë, shton kuptimin e fjalës ridda apo apostazi, kjo është kuptimi pra në aspektin fetar. Dhe është detyrë çdo muslimanit ta ruajë islamin e tij, sepse kjo është kapitali I muslimanit. Pasurinë më të madhe që ka njeriu këtë botë, muslimani është Islami, imani I tij. E për këtë duhet muslimani gjithçish është I obliguar ta mbrojë islamin e tij dhe të kujdeset për gjithçka që mund ta anulojë apo ta prisha. Të ruhet për çdo fjalë që mund ta largon për Islamit, apo vepër apo besim. Kjo do të thotë se duhet të mbrohemi nga praktika e Islamit, e cila është e njohur si apostazi, pra e ridde. E thamë dietar në librat e fikut është e kapitulli ku fol për apostazin, për ridden. E pse nuk folet shumë në për ligjërat tona, në për xhamit tona, në për mezhliset tona, kjo është nuk është faj Islamit, është faj atyre që të cilët nuk flasin. Se kur ja dëm dikujt të mirën, te fëmijën kur e rrit, ja mëson disa rregulla të jetës, disa rregulla të jetës, ru bazë prej saj, ru prej kësaj vepre, ru prej asaj, nëse kjo mund me mordri dënim, me të fut në burg. Atë ja tregon punë tek këshia për muruj prej tyre. Edhe na duhet të mësojmë njerëz se cila vepër mund të largojë prej Islamit, cila fjalë, cili besim e kështu me radhë. E dietar kanë fol libra, kanë shkruajtur për to. Pra apostazia ndodh kur një musliman e praktikon Islamin dhe del prej tij duke kryer një akt kufër. Qoftë me vepër apo me fjalë apo me besim. Kufri përfshin çdo besim, vepër ose fjalë që shfaq për çmim apo për buzë ndaj Allahut, ndaj librat të tij, ndaj pejgamberët të tij, ndaj melekëve, ndaj ligjeve të Allahut, premtimet të Allahut, kërcënimet të Allahut që na ka kërcënuar Kur'ani me ajete, ose ndaj praktikave dhe simbolet të Islamit. Pra qoftë me Allahun apo pejgamberin, me melekët, me librat, me ditën e gjykimit, me saktimin e Allahut, me premtimin e Allahut, me kërcënimin e Allahut, simbolet të Islamit, me praktikën e Islamit, nëse dikush tallet me këto, ban hajgare, atëherë kjo të çon në kufër. Se Allah xhaleshan kur thot në Kur'an, kur thot Muhammed sallallahu alaihi wasallam, "Wala in sa'altahum", nëse I pyet ato pse kanë bëu kufër, "Wala in sa'altahum la yaquluna inma kunna nakhudu wa nal'ab", do thonë ishme total të bëu hajgare. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un, thuaj me Allahun, me librin e tij, me pejgamberin e tij, po talleni. La ta'tadhiru kad kafartum ba'da imanikum. Mos arsjetoni se ju keni bën kufër pasi që ishi besimtar. Po nuk është arsye, ka shtu tallë, as po kimi s'ka më talla. Ti nuk pranon më tallë me nonën tonë, me printet tu, me gruan tonë, me fëmijët tu, me ti, personalisht me ti nuk pranon më tallë. Po pranon të tallesh me Allahun, me të dërguarin e Allahut, me librin e Allahut. Edhe pastaj më thonë ja, be isha tu tallë, Allah thot la ta'tadhiru, mos arsjetoni, nuk ka kjo arsye. Imam Nawawi në librin e tij Rawdatu Talibin thotë riddatu afhashu anwa'il kufr, apostazia apo riddatu është prej lloje më të këqija të kufrit. Pse? Prej më të këqija, nuk është më e keqja, prej më të këqijave. Pse më e keqja? Sepse njeriu e braktis, e refuzon dhe mohon Islamin pasi ka qenë besimtar, musliman dhe I udhëzuar. Domethënë ka qenë në dritë e po largohet prej kësaj drite, ka qenë në udhëzim, po largohet prej udhëzimit. E për këtë është prej më të këqijave, është prej lloje më të këqija të kufrit është riddatu apostazia. Tash nuk ka nevojë, nuk ka kusht për mu llogarit ai se jo besimtar me shku tash te muftia apo te qadia, te gjykatësi apo te halifi apo në komunë apo diku, do thonë këshirun prej sot më nuk jam musliman. Pendroj himnin, pendroj dokument, pendroj këtë, nuk ka kusht. Dikush me një fjalë, për shembull, tallet me Allahun. Nuk I besimtar. Amo këtë tjerë të beson vetëm për çka talli, vetëm për çka tallje. Nëse tallesh me Allahun, apo me pejgamberin alayhis salam, apo me librin e Allahut, apo tallesh me xhenetin dhe xhehenemin, apo tallesh me simbolet islame, qoftë një herë, apo dy herë, apo 3 herë,
Nuk je besimtar. A më ke emrin Halabi Abdullah, po në xhenet nuk shohet me emrin Abdullah. Nuk shohet në xhenet, është djali filanit. Kenani ishte djali Nuhit a.s. Pejgamberi Allahut Nuhi a.s. Ulul Azm, pesë pejgamber më të dalluar. Kenan e ka pasur një djalë i tij, nuk hipin anije. Ato që tre Sam, Ham, Jafil hip, po edhe shpëtun. Kenani tha jo, e nuk besoj. Djalë pejgamberi. Çka ka lidhje sa djalë pejgamberi? Në të botë nuk shohet se jam djali pejgamberit, të bash çka doshti. Minja i pejgamberit alayhis salam, Ebu Lehebi, Ebu Talibi. Ato ishin minxhallar pejgamberit alayhis salam, por se pranuan Islamin. Tash nuk nis ato në dënjon në krah pejgamberit alayhis salam, më thon ai se ne pe kemi pejgamberin e shpëtojnë, s'ka. E kështu me radhë, pra të largohesh prej Islamit, prej udhëzimit, prej dritës në kufër, kjo është prej kufrë më të këqij, sepse po largohesh nga dini Allah, nga Islami e po del në diçka tjetër. E nësi që shohim dhe përjetojmë ditët e sodit, edhe pse kjo më herët ka ndodhur, po na po flas për kohën e sodit, në kohën tonë liria e fjalës është bërë aq e përhapur, saqë shumë njerëz shprehin fjalë. Thojnë fjalë që i largojnë ata nga Islami, duke mos i konsideruar edhe si një mëkat. Kufër, jo se jo, pas mëkat se llogaritin. Aq shumë sa bon liria e fjalës, mund me fol çka doshti. Fol për Islam, kundra Islamit, e mbron Islamin, se mbron Islamin, për njerëz apo të shumica njerëz apo këtë njëjë. Rrina për dhuma në shakalla xhallar se dikush shprin me një qoshin, kthen edhe thot një kufër. Tallet me Islamin. Pastaj thot, ja be pata veç pak me nxeh atmosferën. Me qil pak muhabet, mishtin hoxhallar pak me fol. Çish po bante kufër mishtin hoxhallar me fol? As kish si mishtin hoxhallar me fol me bën ndonjë piqe do bish me të hajrit? Po me bën ndonjë kufër e pata mi ngacmu hoxhallar. E rrezikova veten. Devijove, në kufër shkove. Po unë nuk e kam çat bindje, veç me gojë thash. Po kush tha se vetëm me zemër, nëse se kije me zemër vetëm me gojë nuk kanë kufër. A thave me zemër apo pa zemër, dole ajo fjalë. Allah xhaleshan thot në Kur'an yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufr. Ato kanë mubetuar në Allah se s'kan thonë diçka të keqe. Po ato wa laqad qalu kalimat al-kufr, ato kanë thonë fjalën e kufrit. Pra, ato betohen se s'kemi thonë kur gjë të keqe. A në realitet ato kanë thonë fjalën e kufrit, e që e fjalë të nxjerr prej Islamit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fi an-nar 70 kharifa. Thot ka për njerëz që thonë një fjalë, të cilët fjalë nuk i kushtojnë shumë rëndësi. Për to sa kur gjë, fjalë me një fjalë thash. Thot ama çfarë fjalë? E qënë 70 vjeshta në xhehenem, do thonë 70 vjet në xhehenem. E mbas hadithet e tjera, atje po 70 vjet, ku shkojnë vetëm kafirët. Pra thot një fjalë, ai nuk e llogarit as kufër, as haram, as kurrë, thot fjalë me muhabet, tash me çun natën ajo çka më bën tash. Pa muhabet nuk shkon jeta, jo shkon jeta pa muhabet, po shkon edhe me muhabet, po me muhabet hajrit, jo me muhabet kufër. Mutalti me Islamin, mutal me Ramazanin, mutal me namazin. Edhe nuk e llogarit atë fjalë as pak të keqe. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çaja fjalë yahwi biha fi an-nar 70 kharifa, çaja fjalë që është 70 vjeshta në xhehenem, në fund xhehenemit. Apo në na shqipe përdojnë 70 pranvera, domethënë 70 vite. E 70 vite në fund xhehenemit shkojnë vetëm jo muslimanët. Muslimanët edhe nëse në xhehenem nuk shkojnë në fund xhehenemit. E pejgamberi alayhis salam njëri ishte duke ndejt me shokët e tij, edhe ndëgjon një zhurmë. Ju tha pejgamberi alayhis salam sahabët, thotë a dini çka kjo zhurmë? Thonë Allah dhe i dërguari Allah të din. Thotë kjo zhurmë është një guri, thotë para 70 viteve alshu, thotë tash kam rrinë në fund, ka prajk atje në fund. Thotë atje është funi i xhehenemit. Domethënë 70 vite është, thotë atje hin vetëm ato kafir, ato që nuk besojnë në Allah subhanahu wa taala. E mbas gjitha këtyre dietarët islam kufrin, mosbesimin e kanë ndarë në 3 lloje. Kufri i cili bëhet me zemër, me besim, duke beson diçka. Tash i përmend disa shembuj inshallah. Lloji i dytë është kufri i cili bëhet nëpërmjet veprave, me vepër. Të bën një vepër që vepra në Islam llogaritet kufër. Edhe të nxjerr për Islamit ajo. Edhe mosbesimi me fjalë që bëhet kufri. Pra thotë dikush një fjalë që fjalë nxjerr për Islamit. Tash si cilla pikë të trijave i ka degët e tyre, degëzohen
ka dikë të shumëta, por edhe ne nuk duhet mu gut për pak e për shumë nëse ndëgjojmë dikon të thonë një fjalë me njerë me gjiku me kufër. Duhet me di disa regla, ka regla se kur e gjikon e si e gjikon. Se ka se një përshin dikushin nuk e di, nuk e ka ditë heq edhe mosdija për qatë qonë që është arsije për ta. Me islam pranohet. E nëse nuk e ka ditë, mos u goti pse ti e ditë ashtë, ti ki mësu për islam, mendo se krejt muslimanët e dënjos din për islam mirë. Për shembull, nëse janë qonë që i thujnë ilahijat, që kanë lidhje me besimin në Allahun. Këto ne e diti, nuk e diti ban kufër. Nëse dikush, shembull me thonë dikush nuk ka Zot, se ekziston Zoti. Kufër është kjo. A e ka ditë, a se ka ditë, a e ka ndëgju, a se ka ndëgju, kjo është kufër. Apo me thonë për shembull, Zoti nuk ka i plot fuqishëm. Që është një krijues i gjithësisë, i cili mban rregullën e kësaj bote, nuk ka i plot fuqishëm, apo Zoti nuk din diçka, nuk din gjithçka, apo Zoti nuk sheh gjithçka, nuk dëgjon gjithçka. Lidhe me cilësitë e Allahut, kjo është kufër, e ka ditë apo nuk e ka ditë. Është jahil apo nuk është jahil, është kufër. Kurse tjetra është, i thonë sem'iyat, dësejnë e din me ndëgjim, pa i ndëgju vetë nuk e din. Për shembull, nëse dikushi e mohon Ibrahimin alayhis salam si pejgamber, thotë që s'ka pas pejgamber emrin Ibrahim. Se nuk e di, nuk e ka ndëgjuar kurrë. Edhe te i thotë hoxha ndesh thotë pejgamberi Allahut Ibrahim alayhis salam, një ekzempel që thotë që s'ka pas pejgamber emrin Ibrahim. E tash duhet më kshi gjendja e tij, a e ka ditë a nuk e ka ditë. Nëse me të vërtetë nuk e ka ditë, për vetë vetës nuk mund me ditë aja ka pas pejgamber emrin Ibrahim, atëherë nuk duhesh me gjikuat me thonë kufër bone, se mohoni pejgamber. Apo nëse dikush e mohon për shembull piqet në varr. 2000 lajket kanë me namur në piqe, edhe ai se ka ndi kur, për shembull ka në islam, e ka pranuar islamin dikush, edhe s'kan dëgjuar kurse në islam është kjo se në varr njeriu mirë në piqe. Edhe thot ai, jo s'ka piqe në varr, jetë në varr këto. Nuk duhesh më gut me njerë me bon qafirat, me thonë kufër se muhua, këtë është me hadithe, me Kurane, me kre, po duhesh me jamësu. E nëse pastaj nga kokforcia, nga i noti, këm gule e të gjëbe s'ka, ti thot po ka që argumenti ka dhënë, edhe pastaj nuk e beson, atë në është kufër. E për këtë nuk duhet më gut shumë shpejt e kufri, se pastaj mund të rrezikosh edhe vetë vetën tënde. Dhe më thonë, vetëm në diçka që ai e sigur, se ai e ka ditë, po total me islamin. Ai e ka ditë se namazet, 5 kohë namaz janë obligim, po që po bën hajgare me namazin, atë nuk është arsye, me thonë, tallja me thonë është arsye. Jo, nuk është arsye. Padituria është arsye në çështje të cilit nuk dihen vetvetiot. Nuk dihen vetvetiot. Pastaj mosbesimi disa shembull lidhe me mosbesimin apo kufrin me anë të besimit. Allah xhaleshan thotë innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu. Besimtarë janë vetëm ata që i besuan Allah dhe të dërguarit të tij e pastaj nuk dishuan. Dhe argument se mund me pas kufër, mosbesim me zemër është kjo ajet. Pra besimtar kush janë? Ata që besojnë Allahun, të dërguarin e tij e pastaj nuk dishuan. Dishimi me çka bën? Me zemër. Nuk bën me si dhe me vesh. Bëhet me zemër. Pra prej llojeve të kufrit apo prej kufrit me mosbesim është për shembull dëshimi për Zotin, për ekzistencën e Zotit. Me dishua ekziston Allah apo nuk ekziston. Të dërguarin e tij Kur'anin apo se ai i ka zbrit Muhammed alayhis salam, me dishua i ka zbrit Muhammed alayhis salam apo nuk i ka zbrit. Dyshimin ditën e fundit, ditën e gjykimit, apo ringjalljes pas vdekjes, dyshimin e xhenetit, në xhehenemin, shpërblimin, dënimin apo ndonjë çështje tjetër që është e njohur qartë në fe dhe me konsenzus, pra e xhma nga dietarët mushtehid. Pra këto janë të njohura në Islam. Sot i ditë i paditur këto i din. Domethënë ai i cili thot vetë musliman, arrit në një familje muslimane, këto çështje i din. Për xhenetin, për xhehenemin, se ekziston xhenet, ka xhenem, ka ringjallje, ka ditë e gjykimit. Muhamedi është pejgamberi i Allahut, Kurani ka zbrit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë. Nëse dishon në këto, atëherë nuk është besimtar. Apo mohimi ndonjë cilësie të Allahut, që janë detyrimisht të tij dhe të pranuara me njerëzshmëri, si për shembull gjithdijenia. Të këtë dietarët
edhe me Kur'an, por edhe me hadithe se Allah e ka një cilësi, cilësia dituria. Ai është i gjithdijshëm, din gjithçka. E nëse dikush është ignorant në këtë, më thon po se pas në ditë valla, ignoranca këto nuk është arsye. Apo përshkrimi i Allahut me cilësi që i përkasin krijesave, për shembull trupi, gjymtyra, organe, vendi, lëvizja, pa lëvizshmëria apo ndonjë mangësi tjetër. Nëse këto cilësi të krijesave ja cilëson Allah, thot për shembull Allah është trup, apo ka gjymtyr, apo ka organe, apo ka vend, apo Allah lëviz, apo Allah nuk lëviz, apo ndonjë mangësi tjetër me përshkruajt Allahut, kjo është kufër. Nëse e beson me zemër. Se nëse e thot me gojë është kufër, po tash është fjala për me zemër. Nëse e beson se Allah ka trup apo gjymtyr apo organe, kjo është kufër. Mohimi pejgamberllokut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo ndonjë pejgamberit që është njëzëshmërisht i njohur si profet, si pejgamber. Pra din, te ka nisë ka pejgamber Ibrahim, ka pejgamber emrin Ismail, Ishaq, Yaqub, Isa, Adem, Nuh, Musa, e kështu me radhë i di se i kanë nisë këto janë pejgamber, të muslimanët i besojnë këto pejgamber, janë në Kur'an shkruajtur, nëse i mohon pasaj këto ai nuk është besimtar. Dhe kjo është shumë e rëndësishme vendosja për të larguar nga feja në të ardhmen. Me thonë dikush, unë edhe një 5-6 vjet do të heqë dorë për këtë Islamit. Në moment ka bon kufër. Apo nëse dikush e mvar Islamin në një rast, në një ndodhi, thot, nëse ndodh kjo unë nuk jam musliman. Apo nëse nuk ndodh kjo unë nuk jam musliman. Në çat moment bëhet jo musliman. Pëse kur pranon ai të ardhmen mu largu prej Islamit, ai faktikisht po pranon që tash aty mu largu prej Islamit. Edhe pse këtë nuk e shpreh hap tazi me dal para njerëzve. Po nëse me zemër e ka, në zemër e ka çat bindje se mas një kohë të dal prej Islamit. Apo nëse ndodh kjo ne ka me dal prej Islamit. Nëse nuk ndodh kjo ka me dal prej Islamit. Edhe kjo është kufër. Apo me besu se një gjë ndodh pa caktimin e Allahut. Me thonë diçka në këtë botë, ndodhi diçka, kjo ndodh pa caktimin e Allahut. Nëse e beson kështu se diçka mund me ndodh pa caktimin e Allahut, edhe kjo është kufër. Pra parimet e besimit Islam ndan në dy kategori. Kategoria e parë, ai që dishon në to bëhet mohues, kafir, pra këto nuk ka arsye, nuk është arsye mosdituria. Këto janë parime që dihen qartë nga të gjithë muslimanët, si dietarët ashtu edhe të mosdietarët. Këti din këto. Se janë parimet e Islamit. E te këto ignoranca nuk është arsye. Kategoria ditë ai që dishon në to nuk bëhet mohues, përveç nëse e bën këtë me kokëforci dhe qëllim të keq. Për shembull haudi, pusi, burim nga i cili do të pinë besimtar para se të hyjë në xhenet. Kjo është me hadithe. Po nëse dikush nuk e ka dëgjuar as për xhallar as për dikujt, nuk e di, edhe mohon këtë, që nuk bën kufër. Pra, ai që mohon çosh në kategorisë së parë, bëhet mohues, ndërsa ai që mohon çështën e kategorisë së ditë nuk bëhet mohues përveç nëse e bën me inati. Ne këto që duhet na inshallah të flasim më gjansisht, duhet me ditë, sot janë kategoria parë të dita. Mos mu gut, mi xhiku njerëzit me kufër, sepse thamë rrezikon pastaj veten tënde. Lloji ditë i kufrit është me vepra. Allah xhaleshan thot në Kur'an: "Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar." Nga faktet e madhështisë së tij janë nota, dita, dielli e hëna. Mos i bëni sejdë as diellit as hënës. Pra Allah xhaleshan na ka ndaluar që mos i bëni sejdë as diellit as hënës. Këto janë fakte nga madhështia e Allah që i ka krijuar Allahu. Tash ditë pse çaç i madh e bën gjitha dritë dhe nxen. Në do me thonë se tash ai meriton mu adhuru mi bon sejdë. Allah çka po thot, mos i bëni sejdë as diellit as hënës. Do të thotë kjo është argument se mund të bëjë një kufër edhe me çka, me vepra. Për shembull, për këtë lloj që janë sejdë për një idhull ose për diellin, qoftë me qëllim adhurimi ose për ndonjë qëllim tjetër. Për shembull, dikush del diellin sabah dhe i bën sejdë. Apo është një idhull çajë edhe i bën sejdë. Tash e bëni me qëllim për adhurim apo pa ke qëllim e boni, kufër është. Mi bën sejdë e diellit apo hënës apo ndonjë gurit ose drunit. E pat me qëllim për adhurim apo nuk e pat me qëllim për adhurim, ka bën kufër. Në sejdja për qenie njerëzore,
Nëse i ban një njeriu për shembull sejdë, edhe sejdën kur t'ia bën këtë njeriu t'ia bën me qëllim adhurim ban kufër. A nëse nuk e bën me qëllim adhurim, po vetëm ju përkulesh as i bën sejdë, kjo nuk ka kufër, por është haram, është ndaluar. Këtë ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur Muadh ibn Jabali kthehet për një vendit ku e ka dërguar pejgamberi alayhis salam dhe kthehet dhe kur vrin te pejgamberi alayhis salam ju përkulet. Pejgamberi alayhis salam thoshte shkëjtu po Muadh, thotë pejgamberi Allah ti pash ato te krishterët si bash aty priftinjve të tinve si është përkulet, thotë ti më meritor, ti më pejgamberi Allah. Thotë jo Muadh, thotë sikur ta kishte urdhëruar dikujt më bën sejdë, do ta kisha urdhëruar gruaja më bën burrit. Në shenjë respekt, jo sejdë të adhurimit. Edhe ndalon me këtë pejgamber sallallahu alaihi wasallam që nuk lejohet me bën njëri sejdë, qoftë për respekt, nuk lejohet, është haram, por nëse i bën për adhurim atëherë është kufër. Hedhja Kuranit me vetdije apo një libër fetar ose emrit të Allahut në çfarë do gjuhën në një vend të papastër është një vepër që të nxjerr nga Islami. E din se çka është Kurani, apo çka të shkruaj diçka libër fetar, libër i fikut apo i besimit apo libër për fe, apo në çiket letra të shkruajë emri Allah, çfarë do gjuhë, edhe ti e di se shkruan këto Allah apo shkruan një ajet i Kuran, edhe merr hudh dikon në vendet e papastërta apo në pubel dikon në beturinë e gjun, është kufër. Pse? Edhe pse ti me këtë nuk e ki për qëllim nënçmim, por vepra jote tregon nënçmim. Do të thotë kur çaf dikush ti të gjujt Kur'anin apo një libër fetar, çka shifet për asaj në? Lloj nënçmimi apo? Edhe kjo është kufër. Ai ti përpara ti me dal me ta shujt emrin tënd, me ta marr fotën tonë, me ta gjujt tokën, me ta shkel çton para sinjve, s'pranon. Po se pata për qëllim veç hajgare, s'pranon me hajgare, me fotën tonë, me emrin tënd s'pranon. E me librin e Allahut, me librat fetar apo me emrin e Allahut, apo gjegja Kur'anit për nënçmim. Se për shembull se i ki një letër, është një ajet, edhe s'ki ku me lënë, hajtë mos na shkilim na përkon me gjujt dikon, pe djegja, dhe vetëm pe djegje, që mos ta shkelmi, kjo nuk ka kufër. A nëse e merr çish po ndodh tash na për botë, ç'po dal do pe djegin Kur'anin për nënçmim me kujt diçka, kjo është kufër. Nëse gjej Kur'anin me qëllim të nënçmimit. Shkelja mbi Kur'anin me vetdije dhe me qëllim është edhe kjo kufër, me shkel Kur'anin, me mor me shkel Kur'anin me qëllim edhe me vetdije. Jo për shembull i të hecë dhe gabimisht rroshit edhe shkele, po me qëllim, me vetdije, shkel Kur'anin është kufër. E për këtë nuk lejohet ai fjalat e shqiptarë që përdoren shumë në vend bejes thonë as po beson që bere Kur'anin ta shkeli, nëse s'm beson. Çish me bën kufër për me të besua? Bere ta shkel ku shkelet Kur'ani. Bere shumë përdoret na kjo fjalë. E duhet largohet kjo nga fjalori i jon. Për ku nuk beson dikush, vallahi bila kam boje që bën, jo se ke bën çesëm, se mos më besosh bëma Kur'anin, shkeli Kur'anin. Kjo fjalë duhet largohet. Se nuk shkelet Kur'ani me bën kufër për me të besuar dikush, po nash besom, nash mos më beson. Me shku me bën kufër ai dietar përpara sahabët, nuk janë betuar ndonjëherë, nuk kanë thonë pashallah që kjo është e ime, edhe pse ako e vetja nuk ka bën bie. Kë kanë thonë pse? Thos po duam me mësoj gjuhën me bën shpesh bie për sendet e dynjos. S'ka bën bie, pse ako e vetja i sigurt s'ka bën bie. Mos ta mëson gjuhën e tij me bën bie për çështjet e dynjos. E ti bër Kur'anin ta shkelë se s'po beson. Po ashtu ndihma ndaj dikujt për të krijer kufër. Nëse ndihmon dikujt me bën kufër, a të shkoj dikush me një vend me bën kufër apo do me bëni kufër dhe ti ndihmon. Edhe kjo është kufër. Pse? Tash më thon dikush, po nëse jam të bëj kufër, ai pe ban kufrin, veç ka ndihmova. Po e kthej në nonën tjetër. Nëse dikuj i ndihmon me bën mirë, a ki se vape? Ah, hoxha, po kam se vape. Si kam ndihmuar me bën mirë. Ah, këto po takona me pas se vape apo? Po njëjta nëse ndihmon dikuj me bën haram, ban haram. Rregulla është kjo. I ndihmon dikuj me bën mirë, ki bën atë mirë. I ndihmon dikuj me bën gjuna haram, edhe ti ki bën haram. I ndihmon dikuj me bën kufër, edhe ti ki bën kufër. Ti nëse më ndalni nga ai kufri, ti pe nxit dhe pe ndihmon me bën kufër, pra nëse ndihmon, dhe është kufri i qartë, jo diçka më tash mi dishim të ta nuk është, disa kanë thonë jo, disa po. Ina të fol këtë për këtë sene, që janë të fol, që janë qarta. Në detaje ka mesile tjera. Dhe lloji i tretë i mosbesimit, kufri me fjalë.
Allah xhaleshan thotë yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ata betojnë në Allah se nuk kanë thonë asgjë të keqe, e në të vërtetë kanë thonë fjalë të kufrit, mosbesimit, dhe ata mohuan, bën kufër pasi kishin pranuar Islamin. Do të thotë pasi kanë qenë në Islam, kanë thonë fjalë të kufrit, edhe ajo i kanë nxjerrë prej Islamit. Kjo është argument prej Kuranit. E tash tek lloji i tretë i kufrit me fjalë ka shumë shembuj. Se më shumë të që bënd kufri, bënd me fjalë. Se kjo është shumë shpejt lehtë e ka me folë. Me vije për dënër njërë më pak banë me besim, me gjumë, më shumë të që bënd njerëzit harame edhe kufër është me gjumë. Po të mundu më kështonë si shpejt një disa shembuj se edhe u bënd koha. Prej tëri është firja e Zotit, me sha Allahun. Po si me sha Allahun? Ka njës që e shajnë Allahun, shumë direkt, si shajnë me njerëz, shajnë edhe Allahun. Si shajnë me zvejtë, ashtë edhe me Allah. Po dhe shatë si llogarit ofendim ndaj Allahut, Allah xhaleshan thot hadithin kutsi, shetemen ibn Adem, më ka ofendu i biri Ademit. Thot kur më ka ofendu? Kur ka thonë se Allah ka fëmijë. Pra është ofendim ndaj Allahut me thonë ka fëmijë. Pra firja e Zotit, një pejgamberit, Kuranit, ose një melajke që është e njohur si melajke, kushdo që ofendon Allahun, pejgamberin apo një melajke del nga Islami dhe bën jo besimtar. A ka pas me zemër, nuk e ka pas me zemër, a beson çashtë, nuk e beson çashtë, është kufër. Nuk ofendohet Allahu, krijuesi jot, furnizuesi jot, pejgamberi nuk ofendohet, Kurani jo, as melajkat. Thonja se Zoti ka fëmijë ose ti përshkruajt atë ndonjë ortak, edhe kjo është kufër. Tallja me emrat apo cilësitë e Allahut, premtimin e tij për xhenetin ose kërcënimin e tij për xhenemin, nëse tallet dikush me këto, me gun është kufër. Disa të na e përdorin këtë fjalën kur fol për xhenemin, thonë, a besë nesër në xhenem kena më kënaq. Ai ja që janë filan artisti, filan kaktari, filan kena më kënaq me ata që. Kemi më kënaq? Në këtë botë pak me djeg zjarmi, dia apo duhesh me majt me ilaçe me shkamas. Ku kënaqet njëri në zjarr, ka dikush që kënaqet në zjarr? Ti s'u po kënaqesh në diell ku janë temperatura 35 gradë, 40 gradë, do të kënaqesh në zjarrin e xhenemit, i cili është përgatitur 3000 vjet. E po tallesh me zjarrin e xhenemit, po thon nesër në xhenem është filan artisti, filan këngëtari. Kjo është tallje me xhenemin. E tallja me xhenemin është kufër. Tallja me xhenetin është kufër. Tallja me cilësitë apo me emrat e Allahut është kufër. Tallja me premtimin e Allahut që i ka premtuar Allahu besimtarëve për botën e ardhshme është kufër. Kërcënimi i Allahut me të cilin ka kërcënuar jo besimtar për botën e ardhshme, mu tall me ta është kufër. Pra, do të thonë ai që tallet me diçka që nuk i është e panjohur, por e di që ajo gjendet në fenë islame. Pra, nëse dikush tallet me diçka, edhe di se kjo në islam maçi kjo. Edhe tallet me çat, kjo është kufër. Ndërsa nëse mohon apo tallet me një lloj ndëshkimi që nuk e di dhe që nuk është diçka e dukshme që e din si dietar tash edhe ignorant, ai nuk bën që besimtar. Por është një lloj dënimi në ahiret që nuk e din këtë si colli, për shembull, mund me ditë vetëm dietar. Njerëz që nuk janë të ditur nuk e din çat lloj dënimi. Edhe tallet me çat me këtë nuk bën kufër. Do të thonë bën kufër vetëm me diçka që është e njohur tek dietar dhe tek jo dietarët. Po ashtu nuk bën që besimtar ai që sapo e ka pranuar Islamin dhe mohon ekzistencën e xhenemit. Do të thonë ai që nuk ka dëgjuar më parë se muslimanët besojnë në ekzistencën e xhenemit. Sot e ka pranuar dikush Islamin apo gjë apo para një jave, edhe nuk kanë dëgjuar. As para se pranoi Islamin, por as mas e ka pranuar Islamin, nuk kanë dëgjuar se besimtarët muslimanë besojnë se ka xhenem apo ka xhenet. Edhe mohon atë, që njeri nuk bën kufër, pse se është i ri sa ka i në Islam. E thamë vetë jut nuk mund ai me ditë. Apo në çmimin një obligimit fetar si namazi, agjerimi apo ndonjë rregull islami që është i njohur gjithsesi dhe njerëzishmërisht nga muslimanët. Mu tall dikush me namaz, mo jo se duhet me këtë berço. Ato shka po thoshin si koala gjatë çapja. Talli me, do të thonë me tavafin. Ka, çfarë fjalë çapi thon, do të thonë i kam unë vetë i kam dëgjuar me vesh të mi. Se janë me të lexuar me tnime për dikujna direkt. Ato në qave shka po thoshin ato si koala, dhe ku shishin kur kanë shi përpara me koal, tha po thoshin te qavja si koal. Kjo tallje me këtë adhurim ndaj Allah subhanahu wa taala, apo tallje me namazin dhe agjerimin dhe gjithçka që është e ditur se është prej Islamit.
Po ashtu deklarimi një muslimanit si jo besimtar, për shembull mi thon o katolik, o jahudi, o kafir, o pa fe, mi thon një muslimanit. Pa ndonjë kontekst apo interpretim të vlefshëm ose dëshmi të qartë, është një akt i nxjerrë personin nga Islami. Çka është musliman, çka personi është musliman. Edhe ti nuk ka asnjë shararësi, asnjë kontekst apo një interpretim, po veç direkt e pove ku i be kafir ti. Ban kufër. Pse? Se ai është musliman apo tash ti islamin e tij llogarit kufër. Ai është në islam, e ti thotë kafir. Në çka u bazohet mi thonë kafir? Apo katolik apo jahudi. Kurse nëse i thot dikon e shat të punu, shumë, e ki pa dhe që shpunojnë, si që për sabaj dhe në aksham, frim nuk merë, vesh të punu, me thonë, nëse i thoi jahudi, e për njëson me jahudit për shkak i punës, kjo nuk kanë shkufër. Apo për shkak vepra të shumë të atë këshia që i bani, thot, o katolik, apo o krishter. Adi e krahason me krishter për shkakin e punë që i bani të këshia, edhe kjo nuk kanë shkufër. Pse se këto është me interpretimi i vlefshëm. A di për ngjason me një jahudi apo me një krishter, pse kjo nuk lejohet me për ngjasu, po nuk është kufër. Dhe në fund, për mbledhje kështu shkurtimisht, rregulli themelor është se çdo besim, vepër apo fjalë që tregon për çmim ose nënçmim ndaj Allahut, librat të tij, të dërguar të tij, me lajket të tij, shenjave, simbolë të fesë islame, rregullave, premtimit ose kërcënimit të tij konsiderohet kufër. Për këtë arsye çdo musliman duhet të jetë i kujdesshëm në çdo situatë që mund të çojë në kufër. Pra kjo është shkurtimisht, nëse dikush e nënçmon, tregon nënçmim ndaj Allahut, pejgamberit, me lajkeve, librave, shenjave, simbolët e islamit dhe rregullat e islamit, namazit, Ramazanit, haxhin kështu me radhë, këto të çojnë në kufër. Dhe në fund pasojat e apostazisë, e rridet, çfarë pasoja ka ky njeri? Kushdo që ka kryer një apostazi, ka për detyrë të kthehet më një herë në Islam. Si kthehet në Islam? Duke thonë dëshminë, duke thonë ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Edhe më largu prej asaj veprës, edhe me thonë dëshminë me hi në Islam. Por ndryshe nuk kthehet me astaghfirullah, me thonë astaghfirullah be çka bëna. Fjala astaghfirullah nuk hit në Islam, astaghfirullah në Islam hit me duke thonë dëshminë, pra duke thonë shahadetin. Agjerimi dhe martesa para dhe pas aktit të apostazisë anulohen. Pra nëse një njeri ka qenë i martuar, edhe burri apo gruaja ban kufër, ban ridë, martesa tinve anulohet, prishet. Agjerimi, nëse gjatë agjerimit ka bën, gjatë ditës Ramazanit ka bën një kufër, agjerimi i tij prishet. Therrja e kafshëve, nëse çaj person që i cili ka qenë Islam dhe del prej Islamit, me një fjalë, me një vepër, me një besim, ai nëse e therr, e pret një kafsh, nuk ha mishi asaj. Nëse musliman s'kemi drejta me hongrat mish. Ndryshe nga nëse e pret një çifot jahudi apo një krishter. Nëse ato e presin, se ka mishtore, punë ka dhe i pret, nuk e pret në imën të krishtit, në imën koj diçka, po mishtore ka punë, biznes. Edhe i pret, edhe ku ti pret sipas Islamit, ha? Domethënë prej, jo me rrime, me çikiçe, me plumë, me sene, po e pret normal çish pret me Islam. Edhe është jahudi apo është krishter, lejohet me hongrat mish. A murtedi, ai cili ka qenë Islam ka dalë për Islam, nëse pret dhe një kafsh nuk ha mishi asaj kafshës. Pasuria dhe trashëgimia, nëse dikush i ka bën kufër, ridde dhe ka dalë për Islamit, edhe 3 ditë që i për ta fat me pranu Islam, nëse nuk kthehet në Islam, burri, nëse ka shtet Islam khalife, ai njeri mbitet. 3 ditë i ka fat më kthin Islam, nuk kthehet, mbitet. Gruaja te mëdhëbi Hanefi, gruaja nuk mbitet, po mbetet në burg derisa të kthehet në Islam ose vdes çati në burg. E tash, nëse vdes ai mbitet, pasurinë që e ka, çaj personi, pasurinë që e ka fitu para se mu bon kafir, para se bon ridde, çaj pasuri e trashëgojnë pasardhët e tij. Pasurinë që e ka fitu pas kufrit, atë nuk e trashëgojnë pasardhët e tij, fëmia, gruaja, ato që kanë drejt trashëgimie. E ku mbet ajo pasuria? Mbet në arkën e shtetit islam. Domethënë përdor për interesat e shoqërisë islame. Namazi xhenaz dhe varrimi nuk i falet namazi xhenazës dhe nuk varroset në varrezat muslimane. Po Abdullah Gjali Abdurrahmanit, babën haxhi, babën hoxh, babën kujt i evlia, babën kujt diçka,
Pa me babë nuk shkon në varr, ai shkon në verë. Nëse vdes në çat gjendje si murtet, si jo musliman, nuk i falet namazin e xhenazës, nuk varroset në varrezën muslimane. E ku varroset? Varroset dikon jashtë varrit muslimanëve. Kthimi në Islam është një detyrim i njëhershëm dhe i domosdoshëm për të shmangur pasojat shpirtërore dhe shoqërore që rrjedhin nga apostazia. Kjo ka ndodhur që në kohën e pejgamberit alayhis salam ka pas raste kur njëri ka bën ridde edhe ambit për shkak të riddes, për apostazisë. Nuk kanë diçka e re, nuk kemi të kallëzu diçka të re na sot. Po sa fol kur për këtë, po sa fol nuk kanë shfaq jon, nuk kanë faj Islamit. Po me hik pak sa i fjalë jo se kufër, as i tash njerëz me shlu gojën kufër, se na të thon, shlon e gjuhën edhe bani qafia njerëzit tu pi çaj, qafir. Ai ki lëvizit shlon ndryshe, qafir. Ai ki hinë pantollat shkurta, ai qafir. Jo ke kanë me kërtgat, s'kan apëneve qafir. Nuk gjikosh me kufër. Me kufër e gjikon kur me Islam, me të vërtetë që veprat e besimit apo fjalët janë kufër. Ama për qefin tan, se ti s'po ta don zemra që këtë filon, hajde me ne ta akuzoj me kufër, mund me rreziku veten tonë me kufër. Se pejgamberi alayhis salam thot, kush i thot vllai i musliman kafir o kafir, thotë e fjalë hes, sillet na për tokë, shkon nal në qiell, pranohet e kthehet, shkon te ai personi, nëse ai personi nuk është kafir, ai fjala kthehet te ti, pra ti bëhesh. E do të me pas kujdes. Tash që keq kena të thona, nuk pëthojnë tash njerëzë me hap rrugën e kufrit, bani kufër sa të muni, katë muni bani kufër, qafir. Jo, me ditë se për shembull ç'ki filoni e tha një fjalë të kufrit, dhe është e qartë, atëherë çka me ditë raport me kitun çika. Tash suni thon këtij selam aleikum, suni thon këtij e shoh në rrugë, ja da po vjen si na të shku me fal taravijën. Ski para se vetë boni kufër, shpëto hajde shkojnë në fal me taravijën. Ku ka namaz për ta? Një herë, pa pranuar Islamin, pa u kthin Islam. Apo që Bajrami, disa ditë ka me arë Bajrami, e kinë dëgjua të shaj Islamin të folën kesh për Ramazanit, për simbolit Islamit, aj me shku për Bajram të filon, aj me fat Bajramin. Shfar Bajramit ta. E për këtë duhet mi ditë në këto, si mi pas pastaj raportet me njerëzit. Se unë për dërisa di se që ki filoni ka bon kufrit, tha një fjallë qartë kufrit. Edhe kur ti thëm ati, hajde apo vend me shku me falë namazin, e rrezikua vend, ta shune bona kufr. Qish peqoj njerë me shku me falë namazin, kur është halan kufr. Apo mi thoni kojshijes, ne kam një kojshi krishter, valla disa shqiptar për mu krenu ndonjëherë, e ka një kojshi krishter, valla e kam një kojshi krishter, është shumë ashtë tolerant, shtonë e bashkjetojmë bashkë me të në di jetën e kalujnë a mirë, bile falë dhe me nejë, mashallah. Ne falë me akshëm, na i vene falë akshëm me nejve. Na shumë gjamia, i vene gjami me nejve. Na gjerojnë për hatër tonë, dhe respekt tonë, na gjerojnë edhe aj. Pa i kote ka e shkanë të njëtë pa bukë, pa. Po edhe te nëse mendose mire ka, edhe te rëshite. Nuk kanë ki Islam lival, hajde shtoj që ati kush mujë në të thuj që ka doje. Ka regula në Islam. Djetarë ka nur regula, edhe të kofrit, edhe të imanit, të Islamit, regullët e asaj, për mu ditë raport, nuk kanë shtonë të lovi mu bon. Nuk kanë si kur ajë njënë që ishë personë, hajbe se gjeneti ka vend për krejt. Ka vend për krejt që ka besojnë, ato që ka besojnë nuk ka vend për ato. Hajë se krejt jemi të njajtë të zotit, disa thujnë. Qish jemi të njajtë të zotit? A si krijesa, a si musliman dhe jo musliman, nuk jemi këtë njajtë të zotit. Jemi këtë krijesat ati, a mos jemi këtë njajtë. Dikush për xhenet, dikush për xhehenem. Mos të bante që është tolerant, me thonë e valla dhe qafiri, së një thëmë qafir. Njojsh, dhe bashkë që të të vejtë të sërë, thonë as qafirit nuk i thëmë qafir. Qysh qafirit nuk i thuj qafir. Ti thove qafirit nuk i thëmë qafir. Unë s'jam të thonë mu kënosh për këtë fjallë, më unë që mu kënosh, për të thonë dikuj qafir, që ka që bënë zemra, Nina, atë disa i lumëtër. Nuk ka qëllimi ki. Qëllimi ki janë me ditë rregullat e Islamit dhe raportet njeri me njeri. Tash ndryshën e kam raporte me një krishter, me një jahudi, për disa çonshje, ndryshë i kam përshinë thamë, po lejohet me ngër miq nëse e presin jahudit apo krishterët, sipas Islamit që shprehen. Po ndryshë kam me atë zjarputisin, ndryshë kam me atë që beson lopën. Ai nëse sa të spresin lopën, tash që beson lopën. Po ato tjerë, nëse presin lopën, s'kam drejtë me hongër për atë mishit. A prej këtij po. E duhet me ditë marrëdhënien që kemi raport me njerëz, për këtë mësojnë na këtë çështën apo kapitullin e apostazisë apo rridë. Se dietarët këtë se kanë shkruajt, këtë më thon, me të pak vend që kanë libra, ai peshtoj çket. Ja, kjo e ka shkruajt se kjo duhet më mësu, duhet më ditë.
Non stop ai gjithë ditë thot i bidaxhia, kafire, i devijuar me ndalalet e çka mos thot, ti në fund apo që o vëlla, ku i be vëlla i mirë. Tolerant, apo tolerant. Mos e bën tolerancë me bon liva rrafshat për interese të kësaj dynjaje. Lutim Allah subhanahu wa taala që na shton diturinë, ta praktikojmë diturinë të cilën e kemi mësuar. Lutim Allah subhanahu wa taala të na ruan besimin ton, imanin ton, të jetojmë me besim dhe të vdesim me besim me Islam. E kush vdes me Islam, ai është i shpëtuar në dunjë dhe në ahiret. Ai i cili vdes pa Islam, pa besu dinën e Allah subhanahu wa taala, pa besu sipas Kuranit dhe Sunetit, ai njeri nëse vdes ashtu, nuk do të jetë prej banorëve të xhenetit. Këtë ka thënë Allah, këtë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inshallah Allah subhanahu wa taala për hatër të këtij muaji të shenjtë Ramazanit, na i fal gabimet tona, na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe në ditën e gjykimit. Dhe në fund e lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.